I nderuar drejtori i shkollës, zotëri Florim Qendaj, të nderuara familje të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës, e nderuara familje dëshmorit Feta Sulejmani, e nderuara drejtoresh të shkollës nënvjeçare Vasil Shanto, Brak Malsi e Madhe Shqipëri, zonja Vitore Shqarri me stafin pedagogjik, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotërin, mirë se keni ardhur në manifestimin e ditës së shkollës fillore dhe të mesme të ulët Feta Sulejmani në Dragash. Me këtë rast ftoj drejtorin e shkollës zotëri Florim Qendaj të marrë fjalë. Të nderuar kolegë, të dashur nxënës, prindër, miq të shkollës sonë, mysafir nga Shqipëria dhe bashkëtar të nderuar. I nderuari kryetari komunës zotëri Bexhe Xhelaliu, e nderuara kryesuese e Kuvendit Komunal zonja Arjeta Qafreshi Skela, e nderuara dhe shumë respektuara zonja Vitore Shqarri, drejtoresha e shkollës nënvjeçare Vasil Shanto, Brak Malsi e Madhe së bashku me stafin pedagogjik. I nderuari drejtori i arsimit zotëri Zeni Grasniqi, të nderuar drejtorët të drejtorive komunale, e nderuara familje dëshmorit,
në kryetar të komunës, drejtor të drejtave komunale, drejtor shkollash, veteran të arsimit shqip, veteran të luftës, Policia e Kosovës, kryetari veteranëve të luftës, përfaqësues platformit turk dhe të gjithë të tjerë të pranishëm. Me shumë gëzim, krenari dhe përkushtim, ju përshëndes sot me këtë ditë të veçantë festive, ditën e shkollës Fetas Tenoni. Një ditë që për ne nuk është thjesht një datë në kalendar, por një kujtim, një nderim dhe një premtim. Shkolla jonë ban emrin e dëshmorit Fetas Tenoni, një emër që përfaqëson trimërinë, vetmohimin dhe dashurinë e pakufishme për atë dheu. Emri i tij është burim i frymëzimit për të gjithë ne, e veçanërisht për gjeneratat e reja që çdo ditë ecin nga rrugët e dijes e të vlerave kombëtare. Ai nuk ra që të harrohet. Ai ra që ne të zgjohemi, të rritemi, të mësojmë dhe të jetojmë të lirë me nder, me dignitet dhe me krenari. Prandaj kjo shkollë nuk është vetëm një institucion mësimor, është vatar edukimi, shqiptarie dhe qëndrese, është një tempull ku rriten jo vetëm nxënës me dije, por dhe qytetarë me shpirt atletar të vetëdijshëm të rrejnë dhe përgjegjësitë të tyre. Gjatë këtyre viteve, shkolla Fetas Tenoni ka dëshmuar nivel të lartë të edukimit, arritjes duke shkëlqyer si në gara komunale, regionale dhe republikane, në fushat e dijes, ashtu të kulturës, artit e sportit. Por ajo që na bën të veçantë sot është ndjenja e bashkimit për te kufive, vllazëria shqiptare, që shtrihet në çdo shkaj ku rrah zemra shqipe. Kemi krijuar lidhje të forta bashkëpunimi, si me shkollën Uznov në qytetin e Beratit, një qytet simboli historisë dhe kulturës shqiptare, shkollën Qazim Shehu në Shtiqen, me të cilin kemi ndarë përvoja të çmuar edukimi, dhe së fundi me shkollën Vasi Shantër në Vrank, Marsi e Madhe, një zonë me histori të lavdishme dhe shpirt të gjallë patriotik. Këto bashkëpunime nuk janë vetëm shkëmbim dijesh, janë forcimi i ndjenjes sonë kombëtare, janë dëshmi se ne jemi një, Dragashi, Berati, Kuksi dhe Marsia Madhe, të bashkuar për dallë me fëmijëve tanë dhe për nder të terreneve duke flyer vetën e këtë tokë. Sot ne festojmë të hapur në krenari, matë që janë dhe mbesin për rast të ndërtojmë. Sot kujtojmë, ndërtojmë dhe premtojmë se shkolla Fetas Tenoni do të mbetet gjithmonë fanar i dijes dhe i shqiptarisë. Lavdi dëshmorëve të kombit, rroft arsimit shqip, rroft bashkimi kombëtar, gëzuar ditën e shkollës. Ju faleminderit zotëri drejtor. Për ta përshëndetur këtë manifestim, ftoj kryetarin e komunës zotëri Bexhe Xhelali. Nderuara familje e dëshmorit të kombit Fetas Tenoni, nderuara kryesuese e kuvendit Zonja Leta Askeraj, nderuar ndërkryetar i komunës Elsu Fetau, nderuar drejtor i arsimit Zenika Stiqi, nderuar drejtor i shkollës fillore Fetas Tenoni Florin Qepi, nderuara drejtorish Vitore Shqavi, me staf përcjellës i shkollës të vllazëruar në vjeçare Vasi Shantër nga Marsia e Madhe, të nderuar drejtor komunal dhe pjesëtarët e tjerë të kabinetit të kryetarit, i nderuar kryetar i OVD-u QKS zoti Emil Leshati, të nderuar përfaqësues të policisë të Fetas Tenoni dhe Dragash, e cila është një shtyllë e rëndësishme arsimit të komunës sonë, që me vitet e tëra ka dhënë kontributin e saj në nxjerrjen e shumë gjeneratave të legalitar profesionalisht, të cilat kanë shërbyer dhe shërben në devotshmëri i zhvillimit të komunitetit dhe komunës sonë. Në këtë shkollë e bën të veçantë edhe një fakt tjetër i rëndësishëm, është ditëmja shkollë me komunën e Dragashit, me të cilën procesi mësimor zhvillohet edhe me gjuhën e komunitetit joshumist, duke u bërë kështu shembull i respektimit të vlerave demokratike, të diversitetit kulturor, gjuhësor, etnik, dhe jo vetëm në komunën e Dragashit, por në gjithë territorin e komunës e Republikës së Kosovës. Krenarinë e kësaj dite e shton edhe më tepër për kujtimin për dëshmorin
dhe nxënësin e dikushëm të kësaj shkolle, Peta Suleimanit, i cili u sakrifikua në betejën e largishme të ushtrisë kombëtare të Kosovës, si një ushtar i dalluar në radhë Doçekës, duke luftuar për idealet e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Kujtimi dhe nderimi për dëshmorin Peta Suleimanit do të jenë të përhershme dhe vepra e tij do të jetë fryzim për brezat e ardhshme. Kjo shkollë, e cila me mban me krenari emrin e Peta Suleimanit dhe punën dhe angazhimin e saj në edukimin e fëmijëve tanë, është një dëshmi e fortë se amanetin e dëshmorëve e ka kryer në mësim të shenjtë që duhet të përmbushet me çdëshmime. Të nderuar të pranishëm, ne si Komunë Dragashit jemi të angazhuar që të sigurojmë një metnisë arsimore të sigurt dhe të frytshme për çdo nxënës dhe për çdo mësues që punon në pasion dhe përkushtim. Arsimi është qelëse dhe lidhur për një të ardhme të suksesshme dhe vetëm nëpërmjet edukimit mund të ndërtojmë një shoqëri më të fortë, më të drejtë dhe më të zhvilluar. Sekretar i Komunës së Dragashit do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për përmirësimin e kushteve arsimore dhe zhvillimin e mundësive për të gjithë nxënësit tonë. Të gjithë së bashku mund të krijojmë një të ardhme të ngritur për fëmijët tonë. Sfidoj Rafin që të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ata që kontribuojnë për çdo ditë në arsimimin e brezave të rinj. Nxënës të dashur, ju urojoj që të vazhdoni të ëndrroni dhe të punoni në përkushtim për të arritur sukseset tuaja. Urime dita e shkollës fillore Davdi Dëshmorit të kombit Peta Suleimanit qoftë i përmjetshëm për kujtimi për te. Davdi dhe gjithë dëshmorët e kombit të komunës sonë ju falenderoj. Faleminderit zotëri kryetar. Për ta përshëndetur këtë manifestim, ftojmë drejtoreshën e shkollës nënvjeçare, Vasil Shanko, Vrak, Marsi e Madhe, zonja Vitore Shah. Të nderuar prindër e familjar të dëshmorit Peta Suleimanit dhe familjar të dëshmorëve të tjerë të kësaj komune. I nderuar kryetari i komunës dhe organet e larta të qeverisjes të komunës. I nderuar kryesuesja e kuvendit. I nderuar drejtori i arsimit dhe i nderuara drejtoreshe e kulturës. I nderuar drejtori i shkollës Peta Suleimani, Zoti Florin Qengaj. Të nderuar kolegë mësues të kësaj shkolle, të dashur nxënës dhe prindër, të dashur të gjithë pjesëmarrës këtu sot. Ju shpreh mirënjohjen time të thellë dhe të gjithë kolektivit të shkollës Vasil Shanko. Është nder i madh për ne që marrim pjesë në një eveniment kaq të rëndësishëm, kaq të veçantë dhe shumë madhështor. Binjakëzimi i shkollës nënvjeçare Vasil Shanko Vrak, madhësi e madhe, me një shkollë jashtë kufive të Shqipërisë, me një shkollë të vëllezërve tanë në Kosovë, me shkollën fillore dhe të mesme të ulët Peta Suleimani në Dragash, është mjaft e rëndësishme. Sa më shumë të bashkëpunojmë, sa më shumë të shkëmbejmë eksperienca dhe përvoja të ndryshme, aq më larmishme dhe frikëdhënëse bëhet puna jonë mësimore edukative. Uroj që ky bashkëpunim midis këtyre dy shkollave të vazhdojë sa më gjatë, për shumë dhe shumë vite me radhë. Ju uroj të gjithë kolektivit mësues nxënës, si dhe drejtorit të kësaj shkolle, suksese dhe mbarvajtje në punën mësimore edukative. Uroj të gjithë pjesëmarrësit, suksese dhe gjithë të mirat në jetën e përditshme. Falenderoj drejtorin e shkollës, Zotin Florin Qengaj, i cili bëri të mundur pjesëmarrjen tonë këtu sot, dhe ju falenderoj nga zemra për të gjithë mbikëpritjen dhe organizimin tuaj. Mirupafshim për të mira dhe në aktivitetet të tjera të përbashkëta. Faleminderit.
Shajnë respekti dhe mirënjohjen nga gjithë stafi i shkollës, Vasil Shanto Vrak, Malësi e Madhe. Faleminderit zonja drejtoresh. Tani ftojmë edhe drejtorin e DKA-s, zotrin Zenin Krasniqi për një fjalë raste. Nderuar kryetari i komunës Përqen Xheladini, nderuar me kryetari i komunës Resul Betal, nderuara kryesuese e asamblesë zonja Marieta Skera, nderuara dhe shumë respektuara familja e dëshmorit Feta Sulejmani, nderuar drejtori i shkollës Florin Çenga, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, të nderuar veteranë të arsimit, të nderuar prindër, të nderuar drejtorë të shkollave, të nderuar familjet e dëshmorëve, të nderuar përfaqësues nga organizata e veteranëve dhe invalidëve të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, përfaqësues të nderuar mysafir nga Shqipëria dhe ju të pranishëm tjerë. Lejoni që të uroj përzemërsisht këtë ditë shënuar, që jo vetëm shënoni për vjetorin e 77 të shkollës, por edhe përkujtoni dëshmorin e lirisë Feta Sulejmani, emër që shkolla e mban me krenari. Të kujtosh për vjetorin e 77 nuk do të thot vetëm përkujtosh 77 vitet kaluara, por të përkujtosh gjeneratat e tëra të cilat kanë kaluar në përdyret e kësaj shkolle, që sot e shtrinë aktivitetin e tyre intelektual dhe qytetar, jo vetëm në komunën tonë, por edhe në gjë. Të dashur mësimdhënës, me lejoni që t'ju uroj nga zemra për kontributin, punën dhe përgjegjësinë që bëni çdo ditë për t'ju ndihmuar nxënësve që të rriten, edukohen, arsimohen dhe të bëhen njerëz të vërtet, duke mbjellë në shpirtin e tyre respekt, dashuri, virtyte të larta njerëzore. Ndërsa ju të dashur nxënës, uroj që të keni shëndet dhe mbarësi, të merrni sa më shumë dije për një të ardhme më të ndryshme për vete, familjen, për vendin që nesër t'jeni një vlerë shtuar për shoqërinë. Andaj, konsideroj që obligimi ynë, qoftë në aspektin institucional, por dhe qytetar, është që të ofrojmë mundësi më të mira edukimi dhe arsimimi për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme. Sepse, për të nderuar të ardhmen, duhet shmuar të kaluaren dhe investuar në të tashmen. E kjo padyshim na obligon neve që t'jemi më të vendosur, më të përkushtuar dhe më të bashkuar në këtë drejtim. Kështu që ju uroj përzemërsisht edhe një herë që të festoni me krenari për shumë mote. Urime e faleminderit. Faleminderit zotrin drejtor. Ftojmë një përfaqësues nga familja e dëshmorit për një fjalë raste. Gjithë, ju përshëndes gjithë për pjesëmarrjen, ju falenderoj që keni ardhur. Në emër të familjes së dëshmorit, ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Urime dita e shkollës Feta Sulejmani, e gëzofshëm për shumë vite. Ju falenderoj. Ju faleminderit zotrin. Për ta bërë sa më madhështore dhe më festive këtë ditë, zësit e shkollës sonë kanë përgatitur një program kulturor artistik, të cilin do ta ndihni në vazhdim. Dëshmorit të lirisë, atje nga shanja linde ti, dritë e trimërisë, atje nga malet, nxite flakën e lirisë. Emri yt i ngjizur në memorin tonë në kujtim, Feta Sulejmani,
deri gjallëve që jena amshin. Nga vdekja nuk u trembe, se lirin shumë e doje. Zgjidhjet vdisje për lirin, se sa në robëri jetoje. Sa i dalë të madh, që kishe bradhe, të kem ty gjagja, kjo gjë më bën nder. Prehuni në pace dëshmor të liris, ju që ndalët gjenocidin e Serbis. Dora gjakatare tyre, vdekjen tuaj shkaktoj, por jeta e vepra juaj, ndër breza do të roj. Që edhe shumë Në një tira të sforci është dikut është një masë gjysma tokës pa shumë
shkollës në bashkëpunim me Këshillin e Arsimtarëve kanë vendosur të ju shpërndajnë mirënjohje shkollës nëntëvjeçare Vasil Shanto, Brak Marsi e Madhe. Ftoj drejtoreshën e shkollës, zonja Vitore Shqari, njëkohësisht ftoj edhe kryetarin e komunës, zotri Begje Gjeladini, së bashku me kryesuesin e kuvendit komunal, Arieta Askera dhe drejtorin e shkollës, zotri Florim Çangaj, për të ndarë këtë mirënjohje. Edhe njerë përshëndetje, në emër të shkollës, në emër të personal, në emër kolektivit, një shenjë simbolike me rast në ditës së shkollës. Ju falenderoj për dhuratën dhe për gjithë ditëpritjen që na keni bërë këtë sot. Në mendim personal, në emër qytetarët komunës Bragazhit, drejtoreshës së shkollës, ju aldheroj këtë dhuratë me shqipën krenare. Përshëndetje për të gjithë, edhe unë në emrin tim edhe në emrin të stafit të Shkollës Fetas Limoni i adhuroj drejtoreshës të të mirë. Përndër të këtij manifestimi është organizuar edhe gara në futboll të vogël në mes klasave të kësaj shkolle. Tani është momenti që të shpërblen fituesit në garat e futbollit të vogël. Ftoj zotri Zeni Krasniqi, arsimtarin e edukatës fizike dhe drejtorin e arsimit për të ndarë shpërblimin. Vendin e dytë në futboll të vogël e fiton klasa 7-3. Ftoj përfaqësuesin për ta marrë shpërblimin. Vendin e parë në futboll të vogël e fiton klasa 9-1. Ftoj përfaqësuesin për ta marrë shpërblimin.
që ndihmon dhe të gatuan këtë ditë të shënuar për shkollën tonë. Kryet në fund, shfrytëzoj nga rasti, të ju ftoj të gjithëve mysafirëve, nxënësve, pjesëmarrës, tani e vazhdojmë programin kulturor artistik.
Sulejmani, biri I Sulejmanit dhe Xhanijes, bashkëshorti një gruaje që e ndeshin në shpirt. Baba I dy engjëjve të vegjël, Enesit dhe Miralemit. E la shtëpin plot jetë, e u nis drejt liris, që ende s'kishte lindur. La duart e nënës Xhanije që se përqafuan më. La sytë e babës Sulejman që se ban më të kthehej. La një grua që I kishte premtuar jetë gjatë, e që sot rri vetëm me kujtime që nuk ikin, me dëmjen që shuhet, me mallin që s'ka fjalë. La ty t'jem, Enesi, që pas e as nuk e pan me të mirë shtyren e babës. Miralemin që ende pyet ku është papi, e ne s'dim si t'i përgjigjemi. Si të thuash fëmijëve, se baba I tyre është heroi, se ai nuk u larua, por u bë tokë, u bë flamur, u bë tripë I të te. Feta, ti si e më mes nesh, por je kudo rreth nesh. Je në këtë shkollë që mban emrin tënd. Je në çdo bank, në çdo libër, në çdo ëndër që jeton I lind. Nëna Xhanie, baba Sulejman, të rritën me mund, të edukuar me dashuri. E ty, të rriti me zemra për të qeni më, për të qeni pa vdekshëm. Sot, në emër të të gjithë fëmijëve që rritën në paqe, në emër të Enesit e Miralemit që po bëhen krenar për babajnë e tyre, të themi, faleminderit o biri kësaj toke. Lavdi e dostojnë, lavdi sakrificës sate, lavdi në shëtëlindit dhe familjes që të dhapën atë. Feta Sulejmani, ti e emri që nuk do shuhet kur, ti e liria jonë, lavdi. Kujtimi yt Feta, dy gjuhët po bija mbi gur të ftohtë, e syt po ndigjen me lot, më thërret dheu, më djeg çdo plag, se s'ka më djell për me të prap. Si ta harroj ditën që ike, ta kam rujt kujtim shamin, atë kujtohen Feta fjalët, kur me lot e le shtëpin. Ma ban havallën anë, që as lavdu mirë s'të thash. Kisha plak të thema, kanë vranë bajtë se nasht. Halal kop shopin, shpirtin nanës ja ke coptu. Një në copë e kam këtu poshtë, e tjetrën qelit ja kam qu. Te derat prita, atu kum ke lanë, por edhe I ftot, I heshtun krejt. Ta mluan ftyrën me pëlhur të bardh, e nga birim, veç varri I kish mbet. Në sofër Feta, ta kam rujt vendin,
Vado që të shkoj, peci ditë ke natë, pysin zoq të malit, nuk në në rehat. Pysin ato pysin, si kur nuk e di, ku shkoj Kosovarë, se në Kosovë nuk ri. Pysin ato pysin, si kur nuk e di, ku shkoj Kosovarë, se në Kosovë nuk ri. Deti do të shkoj, dita mbëhet nat, pysin vakte detit, nuk më në rehat. Pysin ato pysin, si kur nuk e di, ku shkoj nuk që nagët, pse nuk që nuk ri. Pysin ato pysin, si kur nuk e di, ku shkoj nuk që nagët, pse nuk që nuk ri. Shari do të
Zonja dhe zotrin, të respektuar të pranishëm, me respekt të veçantë, i falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj, bashkë me ata që ndihmuan dhe begatuan këtë ditë të shënuar për shkollën tonë. Krejt në fund shfrytëzoj nga rasti të ju ftoj të gjithë mysafirëve, nxënësve pjesëmarrës në aktivitete dhe mësimdhënësit për një fotografi të përbashkët. Si dhe të marrni pjesë në koktelin tonë, i cili do të mbahet në lokalet e shkollës. Urime dhe gëzuar mirupafshim në manifestimet